Atëherë se thonë pse e ke bërë ty. Atëherë duke parë natyrën e Alketës mbas lodhjeve të mëdha, se në Shqipëri është vendi i fundit. Aty ishte një holl i madh dhe një kuzhinë e vogël. Tu ishte vila. Edhe ajo më vete, por holl dhe kuzhinë. Gjoda e mori ishte Gjoda. Po. Alketa ju paraqit Gjoda, po thotë ishte Gjoda, një djalë i gjatë me mustaqe. I kanë vënë një rip në sy dhe i kanë thënë do të bëjmë një surprizë Alketa, sa ishin? Gjoda vetë. Me avion më duket. Dhe e sjell këtu, e sjell në shtëpinë e saj. Dhe i thotë Alketa, po kjo është shtëpia ime, ku gjetë Xhelsin? Gjej, thotë, si e kam gjetur Xhelsin tënë? Ma ka dhënë leta. Ja kishte dhënë leta. Po pse? Po unë i bëj në diku. Me sa duket mi ka marrë në vazo. Poshtë. Çfarë ishte? Jo vazo? Shtyll. Shtyll betone. E fuse në tokë, në shtyllën e betonit. Po leta kanë ndjekur Alketa mukën. Dhe i merrte Çelsa të hynte me sa duket kur ishte Alketa muka. Po, leta vetëm ndjek Alketa mukën. Edhe tani që është e varfër ndjek Alketa mukën. Dhe kuptoj që leta e ndishte, por nuk e që do të Çelsa që mos t'i vinte, se ishte e frikshme. E kishte kuptuar që leta ishte vrasëse. Dhe nuk jam bante që t'i që Çelsa aty ku i linte. Prap i vinte vetëm se vuri një alarm. Sidomos të shtëpia tek mdha, që mos të hynte. Të vije alarm me që kur ishte Alketa të futej, kur ishte Alketa mos të futej. Atëherë. Ai alarm tregonte që ishte Alketa muka. Është alarmi i shtëpisë. Po, ishte bërë kastile që mos kuptonte leta. Hajduti. Ishin dy alarme. Alarmi që shkon sinjal në polici dhe alarmi i shtëpisë. Kur është alarmi i shtëpisë, kuptoj që ishte zonja e shtëpisë. Ndërsa alarmi që shkonte në polici ishte hajduti shkon. Dhe u kap leta. Po, u kap leta. Dhe ajo me madhja që bëra unë alarm, ajo ishte alarmi i shtëpisë që unë isha e zonja e shtëpisë. Po. Nuk shkon në polici. Alarmi. Është zilja e shtëpisë që është alarmi i shtëpisë. Që t'hape dera, se mund t'ishte dhe s'merr vesh. Pastaj leta i tha policisë, po unë hapa derën në shtëpia ime. Nuk është jotja, i tha policia. Po. Ajo soll keq, e nxorri thikën. I goditi me thikë 10 polica. Që atëherë e kuptuan që ishte e frikshme dhe policat. E kapën nuk e lëshuan, por e ka nxjerr duri. Ata se dinin që nuk dinin shumë për letën. Ajo fliste anglisht. Gjoja ishte e huaj dhe ka shpinë e vet. Dhe gjoja kishte duruar Alketës, po do di që më si mashtruese që është. Ku është betoni këtu? Është nga ande? Do të më tregosh pastaj. Po, atje rinte Gjoda, do më thënë me Gjodën zehi, po se arova që duhet thoja. Gjoda nuk e donte Alketën, e përdori leta dhe e përdornin gratë, dashnoret e Gjodës. Alketa e kuptoi që Gjoda e donte për interes, për dashnoret e veta, dhe i thoshte shkote holli tjetër, dhe rinte vetë këtu. Dhe kërkoi Jezuin ta ndihmonte. Jezui erdhi dhe hoqi Gjodën. Por e ktheu vajzën Alketë 10 vjeçe, që mos merre me këta. Ajo i thoshte që s'është faji im. Më morën, më mbajtën me shall Gjoda për surprizë. Ku i djerën që do më sillte këtu? Do i kem ndruar dhe truri, derisa ka ardhur dhe kthjellët. Gjodën me sa duket e ka çu Jezui është i prap, bashkohej me Gjodën në trupin e Gjodës. Por kur i thiri Alketa e hoqi. Bëri gjoja sikur erdhi për të ndihmuar Alketën. Jezui i ka pështruar shumë Alketën.